A e dini për çfarë ka marrë sot këtu? Ndodhem në plazh. Shikoni pak, 37 metra mbuz rrugë. Jam në plazh. Do shitet tokë truall. Pra, kjo është pjesë shumë e rëndësishme. Tokë truall. Shikoj pak, me një ndërtesë mrena, ka dhe një ndërtesë mrena që është ndërtesë e vogël. Gjithë kjo sipërfaqja e gjithë kjo është tokë truall me dokumenta. Arsyeja që ka marrë këtu dua ta shes sa më shpejt. Shpërndani këtë video, ndodhemi në plazh Durrës, larg Xhadës është 200 metra. Larg detit është 400 apo 500 metra. Çmimi i 120.000 euro, këtu mund ndërtoni çfarë doni ju. Do me ndërtu pallat, ndërto pallat. Shikojni pak sa ka. Janë këto plerha do hiqen. Pra janë duke u pastru. Do ngarkohen, do largohen nga këtu. Është me dokumenta, investimi sigurt, mos e diskuto. Ti që do të blesh tokë truall tu, është veni jot ideal. Bëhet llafe rreth hotelit Adriatik dhe zona e Kasës. Investorit sigurt, tokë truall, shikoje, që ka plepët atje, e gjithë kjo është toka që unë do të shes. Është e rrëthume me avli, shikoni pak, e keni të investume me avli, vetëm për 120.000 euro me dokumentat që i kënë otej. Ma shpërndani këtë video kudo, ta shesim sa më shpet, shif qa veni. Në plazh pra, dum truall në plazh, dum truall në plazh. Ke tokën truall, ke edhe ndërtesën. Ciao gjithëve.